Ministria e Punëve të Brendshme kundërshton lajmin se në Gjermani është kapur ngarkesë droge me prejardhje nga Shqipëria. Ministria e Punëve të Brendshme sqaron opinionin publik se asnjë ngarkesë droge me prejardhje nga Shqipëria nuk ka shkapur as dje, as javën e fundit dhe as muajin e fundit në territorin e Gjermanisë. Në një deklaratë për mediat, zëvendës ministri Gjibrea tha se lajmet e publikuara në një agjenci lokale lajmesh gjermane bëjnë fjalë për një operacion të policisë gjermane të muajit tetor, në hetimet e cilit bashkëpunon dhe policia shqiptare. Në bazë të dhënave të mbledhura, është regjistruar në Prokurinë e Krimeve të Rënda në Shqipëri procedimi penal me numrin 233. Aktualisht po hetohet intensivisht nga pala gjermane dhe policia shqiptare për trafik droge dhe në të kaluarën. Lajmi i publikuar një ditë më parë bënte të ditur se autoritetet doganore në Nuremberg të Gjermanisë, në bashkëpunim me autoritetet policore të Bavarisë, arritën të kapin një grup të përbërë nga 9 shqiptar maqedonas dhe gjerman që kanë trafikuar një sasi rekord në këto vite, 5.6 ton marijuan që vinte nga Shqipëria.